Zgjidhet Papa i ri. Del tymi i bardhë në Oxhakun e Vatikanit. Tymi i bardhë ka dal nga Oxhaku mbi Kapelen Sistine. Kjo do të thotë se një papa i ri është zgjedhur në ditën e dytë të konklaves. Kambanat e bazilikës së Shën Pjetrit po bien për të mirëpritur lajmin se është zgjedhur një papë i ri. Turma në sheshin kryesor të Vatikanit shpërtheu në duartrokitje kur tymi i bardhë filloi të dilte nga Oxhaku i Kapelës Sistine. Identiteti i tij dhe emri që do të marrë si pap do të zbulohen së shpejti. Tani që kemi parë tymin e bardhë që del nga Oxhaku i Kapelës Sistine, çfarë ndodh më pas? Shprehjen latine të habemus papam që do të thotë kemi një pap. Më pas do të dëgjojmë emrin e pagëzimit të kardinalit të zgjedhur sërish në latinisht. Do të pasojë një tjetër pjesë fetare në latinisht. Vetëm atëherë do të dëgjojmë mbiemrin e kardinalit të zgjedhur në latinisht. Dhe në fund do të zbulohet emri papnor i zgjedhur prej tij në latinisht. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.